Berat Gjimshiti ka plotësuar numrin e kartoneve dhe kështu duhet të mungojë ndaj Letonisë. Kapiteni kombëtares u ndëshkua dje kundër Serbisë, ndërsa ndeshja u mbyll me barazim pa gola. Trajneri Silvinho la të nënkuptohet kush do të jetë zëvendësuesi i Gjimshitit me Letoninë. Bëhet fjalë për Adrian Bajramin, që ndodhej mbrëm në tribunë. Mungesa e Gjimshitit, nesër duket të shohim gjithçka. Tani kemi 5 qendrombrojtës bashkë me Adrian Bajramin që po më çmend, po luan shumë mirë. Ai do shkojë pas ndeshjes në SBA për të luajtur me Benficën në botëror. Kemi lojtar dhe është e mirë për zgjedhje. Do të bëjmë stërvitjen, do të shohim. Sot kemi shpenzuar shumë energji, u shpreh trajneri brazilian pas ndeshjes. Duke qenë se Gjimshiti lë një vend të lirë, Bajrami, si mbrojtësi i vetëm nga tribuna, pritet i shtohet lojtarëve në dispozicion. Kujtojmë se edhe Pajaziti, Dajsinani dhe Berisha nuk ishin në dispozicion të Silvinhos dje.